Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Në këtë pjesë të tre do të flasim për sportin. Vetëm 2 ditë më parë në Tiranë u mbajt kampionati mbarkombëtar i arteve marciale mikse me pjesëmarrës 10 klube nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Do të flasim për këtë kompeticion, por edhe për këtë sport në tërësi. Në studio me mua është bashkuar zoti Arjan Rizaj, president i Federatës. Zoti Arjan, ju përshëndes, faleminderit që me mua. Gjithashtu kam edhe djemt kampionët, se kështu i titullon profesori çunat kampion. Kam Gersi Aliu, Gersi faleminderit. Gjithashtu është Alkeo Bici, Alkeo faleminderit. Renis Hysa, Renis, mirë se erdhe, dhe Adelio Kaplanaj. Faleminderit çuna që jeni në studio. Zoti Arjan, e nisim së bashku. Një kampionat mbarkombëtar i zhvilluar në Tiranë, 60 sportistë, 10 klube nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut. Në tërësi, si e vlerësoni këtë edicion? Po, aktivitetet në ngjarje janë një domosdoshmëri dhe janë mundësi për sportistët, po dhe përvojë për trajnerët, stafin, prindrit që të kuptohet, sepse sporti ecën paralelisht, rritet paralelisht me të gjithë ata që e ndjekin, përveç se ka ngarkesën e vet nga ana logjistike, baza materiale, adoptimi rregullave, rriten të gjithë bashkë, sepse jo të gjithë i ke klube që janë debutuese, nuk din rregullat, ke sportistë që kanë emocione, ka debutues sportistë. Është një gjë që kjo shkon rritet paralelisht me të gjithë. Megjithatë, unë e vlerësoj pozitiv si aktivitet për sa i përket anës organizative. Kemi marrë shumë masa që kjo të ishte në perfekcion gati. Nuk diskutohet që në ambient sportiv ka dhe pak më shumë tolerancë midis njëri tjetrit, jo një komunitet sportiv. Kjo është dhe më e bukur e sportit, sepse të bën bashkë edhe të gjitha ato gjëra që mund të duken ndonjëherë të dyshimta në kuptimin që unë do ndeshem me këtë, pasi ti bën ndeshje që ndron sepse secili ka atë shpirtin e garës. Pra, ndryshimi nga stërvitja në ndeshje është vetëm kjo, se të gjithë duan të fitojnë. Kjo është. Po e qartë, po nga ana, se kur themi gjithë duam të fitojmë, duhet shohim pak edhe konkurrentët. Në nivel gare, si e vlerësoni këtë? Në nivel gare kemi të 4 djemë që janë këtu, po jo vetëm këta kemi edhe të tjerë, po këta që kemi këtu. Konkretisht janë të 4 shumë teknik, janë rritur prej 2 vite e gjys. Të gjithë nga 2 vite e gjys kanë dhe janë, si që shikoni edhe nga medaljet që kanë, janë sportistë të së ardhmes dhe janë të talentuar. Mbi të gjitha janë djemë të shkëlqyer, të edukuar. Pra gjë më e rëndësishme është që ti të kesh të bësh me disa persona që i fut në sport që t'jenë elemente edukuar. Sepse sporti është frymë, dhe nëse ti edukon disa që mund të jenë shumë të mirë në ring, po nuk e kanë proporcionalitet me frymën që do t'i transmetojnë, mendoj që s'është mirë, sepse s'është për pjesën tjetër, sporti nuk është individual. Ne që përfaqësojmë, kemi vërtet atë, sepse ne përfitojmë nga sporti që na jep atë autoritetin, respektin shoqëri, po kemi edhe ngarkesën që ta përballojmë, ta mbajmë dhe mbi të gjitha të motivojmë të tjerët, gjeneratën tjetër. Gersi, si u ndjet në këtë kompeticion? Ishte i rëndësishëm për ju? Ky kompeticion ishte disi si kompeticion para përgatitjes për kampionatin e ardhshëm ballkanik që do të zhvillohet në Serbi. Ishte më shumë për të thyer emocionet, ato para ballkanikut që mund të kesh pak disi, por që ishte edhe rëndësishëm pasi teston prapë veten si je në formë dhe si po dukesh me stërvitjen. Si e përjetuat ju të gjithë këtë konkursin, mundjen, garën, si pat konkurrentët e tjerë, si e përjetuat marrjen e çmimit, cilin çmim kishte ndarje në marrjen e çmimeve? Atëherë sigurisht i pari, i dyti dhe i treti janë çmimet, medalje, arë, silver dhe bronz. Dhe ju, cilët morët? Kundërshtarët të goldin, përderisa kundërshtarët paka shumë, në Shqipëri jam ndeshur shumë herë dhe unë nuk kam shumë emocione. Kur jam në Shqipëri, thjesht jam i përgatitur dhe futem ndeshje dhe bëj atë që kam mësuar gjatë stërvitjes. Po, i di, dhe më thënë aftësitë e mia, kam bërë gjatë stërvitjes. Gersi, më falë që ndërhyj, është një sportist shumë teknik. Në qoftë se disa të tjerë mund të bazojnë të forcat e një teknik specifike, shumë teknik, pra ka një teknik të kompletuar të jashtëzakonshme. Pra është edhe i ftohtë. Po, që kur e shikon, ka zhdërvjellësi të jashtëzakonshme që jo të gjithë sportistët mund ta kenë. Sepse varet askush s'esh perfekt. Dhe kjo e ndihmon. Shumë, bën një ndeshje të bukur që edhe në sparing kur e shikon dhe në stërvitje duket bukur, kjo është. Dhe ja, është me medalje. Po patjetër, është përfundimi. po. Ndërkohë është edhe Alkeo, cilën medalje e mora Alkeo? Unë mora medalje në gold.
Bravo. Si u ndjeve? Si ishte konkurenti përballë? Mund të them që ishte i fort, po ndoshta nga që kam bërë shumë stërvitje me profesorë, me ndihmën e profesorit të çunave, edhe ja dola me sukses. E prisje? E prisja fitore. E dije që do fitoje? Po, e dije. Bravo. Renis? Një dhënë si të djemat e tjerë, me medalje goldi, me një kundërshtar, pa sa kisha prapë e prisja fitore. Si e pat këtë garën mes kundërshtarëve, pra nivelin e tyre, nivelin tuaj, ishte e dallueshme që ju ishit më të përgatitur? Po, mund të themi se po, kemi personin më të mirë në gjithë Shqipërinë për këtë punë, na bën gati, edhe mendoj se po. Shumë mirë. Ndërkohë edhe Adelio, gol? Po, gol. Këto muaj jemi stërvitur shumë, është me profën. Kemi dalë për vrapë. Sa orë ditë stërviteni? Fillojmë në orën 5:30 dhe në 7:30, 8 e marrojmë. Çdo ditë? Po. Po para këtyre kampionateve shtohet më shumë stërvitja? Po, e shtojmë. Dalim dhe për vrapë, 3 herë në javë dhe... Që të alternojmë anën taktike, pra. Të kemi pjesëmarrjen me frymarrjen, stërvitja e ndarë, në kardio, në teknike dhe në forcë, po edhe kjo koordinohet kur ke aktivitete të rëndësishme. Megjithatë, Adeli është gjithashtu sportist shumë i fortë në luftimin trup me trup, në teknikat kapje, rrëzime që hynë më shumë, që janë mundje, judo, jiu-jitsu, shumë i fortë. Pra se cili ka specifikat e ti? Po, të gjithë kanë specifika, edhe unë si trajner mund të kem specifikën time, direktivën time të trajner. Nuk ka një trajner apo një sportist që është i njëjtë, janë gjithë, prandaj sporti është i bukur. Pra, profesor, ti shikon çunat me ato specifikat e tyre personale dhe mundohesh të punosh? Patjetër, po shikoj, gjëja kryesore është e këta djem që shikon këtu që dua ta them këtë, jam shumë i lumtur, dua ti një bravo të madhe për prindrit që i kanë rritur dhe falënderim që i kanë besuar në sport, edhe sikur të mos ishin dhe unë të ishin diku tjetër, sepse janë djem shumë të mirë. Unë jam dhe përfaqësues i federatës, po dhe trajner, duke qenë se kam dhe një akademi që her pas here jam edhe që jap mendimet kryesore me gjithë ndihmësat e tjerë. Edhe ata kanë bërë punë të shkëlqyer ndihmësat, trajneri Arli Qosja i djemve, që vjen edhe nga Sport Kontakti, kurse përsa i përket specifikave teknike të dy djemve që kemi këtu, këta një muaj gjysmë përpara morën pjesë në kampionatin evropian, si Renisi dhe Alkeo. Alkeo rënditi i shtati, ku meritoi dhe certifikatën e mirënjohjes, ndodh në sport, për pak të ishte dhënë rezultati kundra Spanjollit, vendim drejt kalonte direkt medalje. Do ishte historike, sepse mbas Atribehet që ka ndeshjen e boksit në Paris, Ermal Atribehet që ka dalë vendi 3 në botë, i pari shqiptar, do bëj i dyti që vjen nga radhë e ekipit shqiptar. Megjithatë, unë kam shumë besim jo vetëm tek këta, po dhe të tjerë, por sidomos tek këta që shikoj që kanë një përputhje me edukatën dhe kanë një përputhje me atë që me sportin, pra e duan sportin pa kushte dhe e duan, si thua, me mënyrën se si rriten dhe edukohen. Alkeo fitoi kundra përfaqësuesit nga Anglia një ndeshje, pothuajse barazim me një përfaqësues, po e mori veten më njëherë me përfaqësuesin bullgar, e humbi me pikë dhe kundra Spanjollit ka bërë ndeshje të jashtëzakonshme, por duhet kuptojmë që Spanjolli e ka nis 5 vjeç dhe unë e kam marrë vetëm para 2 vitesh. Të mendosh një djalë pra që shumë janë të gjithë nxënës shumë të mirë në shkollë, edhe mësuesit e tyre kanë një rol të jashtëzakonshëm, nuk e kam vetëm unë. Po gjithashtu dua të them edhe për Renisin, sepse fitoi ndeshjen e parë kundra konkurentit nga Ukraina, pra me 6-7 ndeshje apo 8 Renisi në ndërkombëtare që njihen, se kështu kanë shumë ata, po them edhe me 40-50 kundra konkurrentë ukrainas që ata kanë investimi galopant, nuk krahasohet, ne jemi. Ndërkohë që këto do të thoja në fakt që është një sport që nuk është fort i raur aq më tepër nga moshat e reja, pra që të nisë që në moshë të vogël edhe zhvillimit të Jo, sporti këtu nisë që në moshë të vogël, këtu mungojnë elementet e supportit. Supporti, nuk nisë supporti që të gjithë, më thënë, është kjo ideja që hajde të nxjerrim një ndjenjë që ne nuk po suportojmë. Kjo nuk ka lidhje fare që të qahesh, pra po them. Jo, sigurisht, po themi ato gjëra që vërtet mungojnë në mbështetje të këtij sporti. Po dua të them këtë, sporti nuk ka vetëm anën financiare në mbështetje. Sporti ka një kurajim, ka një personalitet që vjen, ka një biznesmen që thotë sa sportistë janë kaq, po këto rroba që ju keni veshur mos t'i blini vetë, po do t'ja bëj unë. Sepse po na përfaqësoni, po na nderoni. Një institucion shtetëror, një përfaqësues shtetëror. Që gjë që kjo nuk ndodh, përveç Komitetit Olimpik, presidentit Fidel Ylli, që është një person që e ngre zërin, edhe ka bërë mirë deri tani, neve nuk jemi në mbështetje reale, madje edhe
ditën e kampionatit e shpreu dhe vetë, pjesa tjetër është për të ardhur keq. Ky kompeticion financiarisht absolutisht e kemi mbështetur vetë. Absolutisht. Është këto fi që ka secili një fi që merr pjesë, që kjo është detyrim edhe kur është federata e suportuar dhe me kaq. Suportin tjetër e bëj unë nga ana ime baza materiale, në kuptimin i bjem që avë një miku një shoku, po dhe një mik një shok se ka për se varet se në qa kondite ndodhet edhe normalisht. Ndërkohë, profesor, sa e rëndësishme është edhe se ky ishte e quajtur një konkurs pra mbarkombëtar, një kompeticion mbarkombëtar, kishte nga Kosova, Maqedonia, sa e rëndësishme është bashkëpunimi ndërkombëtar për ta çuar më përpara. Shiko, Shqipëria, të them diçka, Shqipëria për ata që duan të dëgjojnë, institucionet shtetërore janë të kombit shqiptar dhe të këtyre, po aty drejtojnë njerëz në institucione që nuk fatkeqësisht nuk e ndjejnë atë peshë që kanë. Pesha e shumë e lartë, edhe unë kam një peshë shumë të lartë përpara këtyre. Domethënë është një përgjegjësi shumë e madhe. Mendojnë se kur bëhet një kërkesë, mendojnë se po e bën Ariani apo po e bën Gersi. Kërkesën e bën gjithë kjo strukturë, gjithë kjo përgjegjësi që është mbi shpinë. Kupton sepse jemi njerëz të matur dhe kjo gjë duhet të shkojë paralelisht, duhet të shkojë proporcione dhe duhet këta të rinj të mbështesim, të suportojmë. Këta janë të jashtëzakonshëm, këta dhe shumë të tjerë, por sa kemi të vegjël dhe aktiviteti do të them, Shqipëria, Tirana, të gjitha trevat na shohin kështu tamam, jemi vendi më, Kosova, Maqedonia presin nga ne, Presheva, Malizi shqiptarët, ata presin nga ne dhe neve jemi nuk e kthejmë kokën nga ata, po kështu do ta suportosh, do ta suportosh nëpërmjet sportit, nëpërmjet linjave të ndryshme komunikimit. Pra kjo është një mënyrë dhe erdhën sportist nga Tetova, shqiptar nga Tetova. Sepse kampionati kombëtar jo pa qëllim unë e kam vendosur dhe kam bërë në kalendarin e Federatës Shqiptare dhe Botërore, kampionat kombëtar me idenë që unë t'i sjell mos t'i penalizoj. Po ishin shqiptar me komsi nga Malizi, le të ketë pasaport tjetër, po të jetë nga Kosova, po të jetë nga Maqedonia e Veriut, ne bëjmë mbrekulli. Në vitin 2023 kemi organizuar kampionatin botëror me zero suport përveç bashkisë që suportoi me bazë logjistike dhe me pjesën tjetër. Ishte katastrofë. Po këto gjëra duan thënë që të kuptohemi dhe ata që ju falenderoj njërë për hapësirën, ata që e kanë për detyrë mos të rinë të presin që kjo të bjej si një bast apo si një me short nga qelli që unë të zgjedh këtë fletë se kjo tjetra nuk më duket. Zoti Arian, cila është mbështetja kryesore, konkrete që ju... Zero fonde. Që kur e shkryuar kjo federat, të gjithë ata që kanë qenë aty që unë kam komunikuar... As në raste të tilla, pra në kompeticione të tilla? Zero. Ta them 0. Po keni takime, komunikime me përfaqësues? Takime, sot kam dërguar email, do ta tregosh tek këtë ministrisë që kemi bërë atë vjet na dhan një fond nuk e dhan, që është turp kush e dëgjon. Se jo s'ke këtë statutin, jo s'ke këtë, s'ke atë letra. Letrat i duan kohën e vet, se kemi vendimin në gjykat për ta bërë vendim. Po cila është përgjigja e tyre? Përgjigja e tyre vetëm ku të kapet. Do kapem që ku diun, kjo jaka jote është trënd, ka që thjesht është. Nuk ka dashamirësi. Se unë po ta shikoj dikë që ai ka dashamirësi, me kupton ti flet vajta deri te ministri. Ti më thamë do shkosh deri te kryeministri. Ministri bëri blok numrit. Zoti Gonxhe. Më thuaj duhet flas prap. Ai po të shikoj këtë tani do thotë ai fletën për studio për mua. Më thuaj si ta zgjidhësh. Po prap se kam problem sepse e di që jam në realitetin dhe kur të shikoj këto medalje nuk është thjesht kjo tribunali i bukur që duhet edhe këta djem, po është e gjithë sakrifica dhe djersa. Dhe për këtë po kërkoj, nuk po kërkoj... Çfarë kërkuat ju konkretisht se kur thoni na bëri blok është... Po, kërkuam që të bëm kampionatin, akordohem për herë të parë ministria, që duhet falenderoj ish ministre, zonja Manastirliu, kemi ndruar statutin, statuti është në gjykat. Gjyqtari thot, unë ndroj gjyqtari, akoma është aty për të marrë. Kemi bërë ndryshime si do federata botërore, unifikim, asgjë. Jemi e njëjta federatë që jemi themeluar me të gjitha letrat dhe dokumentat i kemi zyrtare. Jemi antar të Kokshit, antar të federatës botërore, jemi miratuar dhe nga ministria që kemi ndruar emrin nga Federata e Ndeshjes Lirë Artit Marciale Mikse, sepse kështu e do federata botërore, të jenë unike në një linjë. Edhe thonë të ndërkohë që kjo s'kishte lidhje, nuk ishte pengesa, po ata ç'a bën? Nuk e çuan fare që të çelin kodin e thesarit, dhe më sillin mua vërdall çikrik. Zvëndës ministri, ta zë dhe me emër, po deshe zoti Endri Hoxha, të ka mik, thot, qa miku më ke, unë nuk dua të më kesh mik, unë dua të kesh mik djersën e këtyre. Qa më duash mua mik? Mik më ki mua ti prapë. Po kur ti nuk bën djersën e këtyre, qa miku? Pra të investosh tek talenti. Më vjen keq që e shpreh përpara këtyre këtë zhgënjim, po dua të flas hapur dhe do flas hapur. Do thuash sa do arrish, se këta tani
duke të dëgjuar kështu do të vijen edhe do thonë ky na bëri në studio këtë drejtë. Le të vijen, nuk e kam problem. Nuk e kam problem për një gjë se di që jam në të drejtë dhe e kanë shumë gabim. Janë gabim dhe ju bëj thirrje të reflektojnë edhe me buxhetet me të gjitha. Kur ti ndajnë, ne nuk kemi në dorë. Ky djali që është këtu ka qenë në futboll. Nuk i ka pëlqyer për ca kohë ka qenë fëmijë. Po bën më madh. Tani ti si thua, unë nuk e mbështes vetëm futbollin ose vetëm pikpong, nuk po marr futbollin, më fal ata që po juzë sportin. Po çfarë do lloj sporti tjetër është jetë për këta. E them unë, pa i qesh atje, se po e thash unë si pëlqen atij që po them unë, e di unë këtë thotë ai. Pa i qesh atje ç'a dim shumë se unë. Që ti ndaj fondet me kë njeh dhe ka mik, ne pak fonde kemi njërë si shtet, jemi për turp. Kemi shumë pak fonde dhe ato fonde që jepen janë 40 e ca federata, i jepen vetëm ata që janë të njohur me mik, po ndihmojnë të gjitha valla. Shumë e thjeshtë. Po çunat kanë talentin, kështu që kanë ato medaljet për ta tensionuar pak, se është shumë e rëndësishme sigurisht që të thuhen dhe secili prej sporteve ka nevojë. Unë nuk e kam në natyrë që të flas nëse kontrollon të gjitha rrjetet e mia sociale që të flas edhe të komentoj. Absolutisht. Jo, edhe të flasësh nuk ka asgjë të keq të kërkosh atë që është e drejtë. Unë po komunikoj një gjë të drejtë dhe të vërtetë. Suportojmë, jo mua. Okej, mua mos më duaj fare në kuptimin e kësaj që të dukemi bezdisur, po duaj këta. Se nese mund të jetë fëmija jotë, nipi jotë, gjenerata. Ky sport ta i bën luftëtar në jetë. Është sport masiv më maja sot. Federata botërore është impresionuar, ne organizuam kampionatin botëror të MMA-s 2023. Ndi çfarë do të thotë, erdhën 2500 veta. 0 përfaqësues të ministrisë në atë periudhë. Jo s'kemi fonde, ka kaluar koha e tjera pallavra. Nxiri fondet sepse është një ngjarje e madhe. Jo se them unë, po nxiri, ka mekanizma ligjor. Shteti funksionon me mekanizma, po nuk është dëshira. Më kupton? Dhe detyrohesh që të shkosh pak më lart ose po shkove më lart. Ja, edhe shkova nuk u zgjidh, por e rëndësishme është që këta të rinj, pavarësisht gjithë situatës që ne mund të kemi, këta kërkojnë suport, kërkojnë të ardhme. Pra, nuk është në një farë mënyrë diskriminim. Po këtë sport do. Ai atë sport, dhe kjo është masive sot. Gjithë të rinjt e kërkojnë si sport e duan. Si çdo sportist. Si mund të thosh ti që unë nuk e suportoj se dua unë. Po ti mos e duaj, edhe unë se dua një sport tjetër. Kush po më pyet mua? E kupton, domethënë kjo është e gjithë logjika, më kupton në parim se çfarë dua të. E qartë, jo sigurisht është shumë e rëndësishme qoftë kjo edhe për motivim. Faleminderit edhe për kohën, po thjesht. Sa vite ka që stërvitesh për MMA? Me MMA unë kam filluar para diku të 3 vjet dhe vazhdoj rregullisht. Se ndryshove mendje se profesori tha nuk të pëlqeu më futbolli dhe si të lindi dëshira për këtë sport? Po, doja të provoja një gjë të re, një eksperiencë të re, një sport tjetër dhe kur ta pas sugjeroi dikush apo më sugjeruan sportet luftarake, por që edhe duke parë video e kështu gjëra në YouTube, në rrjetet sociale, e pash si sport edhe më pëlqeu shumë, sepse ishte sport që kishte çdo gjë brenda. E mban mend stërvitjen e parë? Stërvitja e parë ka qenë, domethënë, nuk dija se çfarë të bëja, isha i pak i humbur, akoma po mësohesha me stërvitjen, nuk dija shumë, edhe thjesht, më pëlqeu, kurioziteti më shtyu, plus stërvitja ishte shumë e bukur, shumë e kënaqshme dhe vazhdova. Dhe nuk ju ndave më? Jo, nuk ju ndave më. Alkeo, edhe ti 2 vite më duket, apo? Kam edhe 2 vite i gjysmë. Si u gjende në këtë sport? Po nga rrjetet sociale duke parë video, edhe më çovi kurioziteti më shtyu që ta provoja, edhe pasi e provova më u kthye në një pasion. Çfarë të pëlqen më shumë? Më shumë në sport. Po, tek ky sport. Më shumë pëlqen pjesa mundjes. Stërvitje, më shumë pëlqen mundja duke bërë stërvitje, më duket sikur kalon dhe koha më shpejt. Ti nuk lodhesh asnjëherë duke bërë stërvitje? Lodhem, po Je i rregullt në të gjitha ato që profesori të thotë? Po, unë jam shumë i rregullt. Në porosi që të jep? Po. Më pëlqen shumë stërvitja, mund të them me plot gojë që nuk mund të rri një ditë pas stërvitje. E ke shumë të rëndësishme, a? Po. Është vjen i pari, ikën i fundit realisht. Ikën në kohë, jo ikën i fundit, se dhe kjo mbajtja e gjatë, se kam qef. Shiko. Me kohë cilësore? Jo, unë kam vetëm diçka në lidhje dhe me vete, ndoshta, se ne të gjithë mund të gabojmë momentet caktuara. E rëndësishme është që këta djem ose më saktë trajnimi nga të gjithë ne që jemi më të rritur mentor, prindërit e tjerë, është shumë e rëndësishme, kjo është edhe si këshill, që trajnimi të jetë motivues, të jetë në një farë mënyrë
shtys, jo imponues, jo autoritar. Edhe unë nuk e kam qef që trajnimi im të më ndaj këtyre tjetë autoritar. Dhe ndaj, duke punuar me kaq, po themi dëshirë kaq të madhe dhe jam shumë i zhgënjur, më kupton. Ze emrin e Shqipërisë të çojmë lart. Unë një muaj më parë kam qenë kandidat për president Federatës Evropiane. Nuk e them këtë, unë e them me krenari për kombin në vendin tim. Jo për veten time. Për përfaqësues i vendit. Dhe me vendim unanim pasi dash dorëheqje sepse si të zgjidhesh ti presidenti i Federatës Evropiane kur je me zero, ti s'ke rregulluar shtëpinë tënde dhe kjo është e drejtë morale që ti tërhiqesh. U tërhoqa me ndershmëri, mendoj dhe për t'i bërë mirë vetes po dhe vendit që përfaqësoj. Dhe po në të njëjtin asamblet, në të njëjtin votim jam zgjedhur antar i kryesisë i Federatës Evropiane. Mund të trajtohet antar i kryesisë i Federatës Evropiane që ti kërkon suport dhe pra mund të hapësh rruga bashkëpunimit. Sporti nuk është vetëm thjesht një ndeshje, është turizëm. Janë të ardhura financiare që vinë vendit. 2023-shin kanë ardhur 2500 veta. Në kampionatet që kemi organizuar kanë ardhur njerëz pafund. Po këta do hajnë hotelin, ushqimin që do rinë, eksplorohet vendi, ana teknologjike. Pra është e gjithë e lidhur. Tjetra, këta po të njëjtit se kam për të thënë që po jo po se na ngjitet mbrapa. Ermal Atribej e kanë nxjerrë dhe kryeministri sot. Po diti sa kanë vujtur unë për ata. Atribej që ndeshet është numri 3 në botë WBC. Ja këto duar, kjo kocë që shikoni këtu. Me investime e kam nxjerrë. Pastaj i bëjnë foto, deputeti Taulant Balla, tjetri shkojnë e marrin e kapin për qafe sot. Po ta dinë ata sakrificë, po me si Shërber Mali du binte mend atyre. Është turpë, është. Pra ne duhet të jemi, ta duam njëri tjetrin, jemi një komb. Unë nuk kam gjë kundra askujt. Por realisht funksionon keq. Nuk kam gjë, unë jam punojës efektiv i Gardës Republikës. Trajnoj Gardën e Republikës. Më kupton, edhe kjo është një gjë që unë e bëj pas orarit punës, duke dhënë të gjitha energjitë dhe pasionin tim në shërbim që të zhvillohet ky sport. Nuk do marrë askush gjë me vetë. Po dhe të investohet tek talentet, ky gjenerat e meriton. Pra shko sa i kemi talentet, pse të mos investojmë. Renis, kur e ke nisur këtë sport? Çfarë të pëlqen më shumë? Gati 2 vite e pak, ma ka sugjeruar Alkeo, u fut para meje. Më tepër si Alkeo pjesa mundjes, po edhe që rrim bashkë gjithë si shok, bisedojmë, pjesa stërvitjes është gjë tjetër, po gjithë përfshirëse. E ke frikë të pjesën e dëmtimeve, pra e mendon që gjatë një ndeshje apo edhe që gjatë stërvitjes mund të dëmtohesh? E mendon më përpara këtë? Mund ta mendosh, po tralla janë raste që dëmtohesh, vetëm kur bën pa kujdes, tralla më ka ndodhur. Gati 2 vite e pak që kam unë, jam dëmtuar maksimumi 2 herë. Njërë të krau dhe njërë të gjuri. Që psikologjikisht sa i përgatitur je për t'i përballuar këto dëmtime? Pra, ke këtë frikën që nëse dëmtojmë, nuk do t'jem gati për ndeshjen e përgaren e radhës, apo le të ndodhë çfarë të ndodhë? Jo, le të ndodhë çfarë të ndodhë. Shumë i gatshëm. Kur e mban mendjen atë. E kthemi përgjigje, është shumë i gatshëm, ma beso. Është shumë i gatshëm. Edhe për të dëmtuar. Shumë i rritur nga ana psikologjike. Jo, për të dëmtuar ai s'dëmtohet. Sepse i bëri një ndeshje gati klinikale, është shumë i saktë. Dëgjoj, ne kemi medaljet këtu në tavolinë, në fakt nuk e di sa duken edhe nga regjia, po çunat mund edhe ti marrin edhe ti vendosin në qafë gjatë kohës që ne flasim, që edhe të duken më mirë. Cila është medalja e fundit që është marrë? Kjo në Shqipëri. Pra, kjo ishte medalja që u mor nga kompeticioni i fundit. Po, mund t'i vëmë dhe në qafë nëse ju dëshironi. Janë shumë, nuk do jenë akoma dhe më shumë. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për zërin që përçoni, për ta djemë, se vërtet meritojnë shumë dhe kemi shumë të tjerë në për klubet tjera. Sportistë që janë vërtet... Sa emocionojni kur jeni duke i vënë këto medaljet? Kur i shofin gjitha bashkë, në pëlqen shumë. Kur pëlqen, po ku mendoni se mund të keni shumë më tepër se këto në të ardhmen? Na motivojnë edhe më shumë. Për të arritur atë gojë që ndërrojnë. Pra ju nuk do të ndaloni asnjëherë. Kush ju mbështet më shumë në familje? Prindërit, gjithë, babi. Kush gëzon më shumë për medalje që... Vllai i madh. Ju ndjekin kështu në për gara? Po, ka ardhur në çdo ndeshjen time. Dhe është gëzuar shumë nga fitore. Gersi, kush gëzon më shumë për ty? Sigurisht prindit dhe profesorët. Janë gjithmonë me ty, përveç profesorit dhe profesori është
ai që është në stërvitje, në garë, kur jeni të dëmtuar, kur jeni të sëmur, çdo herë, po familjarët sa ju mbështesin. S'është pak kjo skepticizmi i familjarëve, i prindërve, shkolla, stërvitja, ju mori shumë kohë, si e balanconi këtë kohë? Jo, familjarët, më thënë, nuk janë aq strikt në këtë pjesë. Më thënë, i pëlqejnë edhe ata sportet, që që edhe ata kam në pasion që unë vazhdoj sportin edhe t'jemi lirë me vendimet e mia, çfarë duhet bëhem edhe... Ishin dakord ata kur ti ju the që unë do të filloj MMA-n? Diku ato kanë dikuar të pjesa që unë të futem në MMA. Kanë dikuar? Me një prindrit po. të vogël, kam qenë pa sporte, se nuk po dija se çfarë sporti zgjidha dhe me inkuariuan përvoja këtë si sport të ri, edhe ashtu vazhdova. Jam shumë mirë. Alkeo, prindrit të mbështesin në këtë sport? Mbështesin shumë, Ta sidomos të reqin dhe babi. njerë vëmendjen kështu që duhet shkosh në shkollë, duhet lexosh librat? Jo, sidomos babi, e kam me shumë qef që unë ta vazhdoj. Në çdo ndeshje, si ndeshjen time, si ndeshjen e një shoku nga klubi, babi është i pari që ka video, vjen me ne. Ishte në Beograd, me ne i ndjek gjithandaj, kemi qenë në Bullgari, se këto kanë marrë disa pjesë në aktivitete jashtë përveç. Tani do ikim prapë në... Pra familjet janë mbështetje Po, shumë e do marrim pjesë madhe. kampionatin ballkanik tani me 6 sportistë, 7 sportistë në Bullgari. Për të rinj, edhe është kampionat shumë i rëndësishëm, është me standardet e MMA-s. Ja më thuaj... këto janë planet më të afërta. Po, patjetër, më thuaj, këta djem, me qënë se disa nga këta thonë, kështë sporti dhunshëm se s'duan këta, po i gjithë bota e ka zhvilluar, ngelëm ne këtu që t'i vëm vullën. Të duken dhunshëm këta djem. Po ta bëj pyetje unë ty tani, se unë ri për ditë me. Të duken dhunshëm, që thonë me idenë MMA është sporti dhunshëm, MMA është sport kompetitiv. Kush e thot që MMA është? E thojnë këto pra që janë në për institucione, që ne nuk e suportojmë se ka thënë Bashkimi Evropian, ndërkohë që në Gjermani kjo është kthyer. Nuk e suportojmë se ky është një sport i Po, dhunshëm? në Gjermani janë 500.000 sportistë të federuar. Kosova dhe Maqedonia e Veriut që ishin pjesë e këtij kompeticioni Ne suportojmë, po. Më mirë se ne. Sa e suportojnë? Më mirë se ne, ne jemi të fundit, po ta them. Jemi akoma duke funksionuar si ata kul. Nuk të mbështes unë ty, sepse të ecësh ti para. E kanë gabim, se ngelim gjithë në baltë. Unë si ushtarak, që kam qenë në për misione jashtë, të siguroj vetëm një gjë, nëse do mjepej shansi, unë këtu ku mjepet shansi që të suportoj, këta bëj maksimumin. Po të mjepet shansi në një pozicion që ai nuk është karikja është e shtetit, vetëm unë jam personi që ulem aty, do marrësh vendimet të drejta. Do marrësh vendimet të drejta ti suportosh. Edhe sikur një gjë të jetë e gabuar, por për një kauzë të drejtë, duhet marrësh vendime të drejta, por se bëhet fjalë për jetë të rinjësh, për gjeneratë të tërë. Si është interesi të rinjve, profesor? Shumë i lartë, i jashtëzakonshëm. Këtu vetëm pengojnë që mos bëhet. Kam kuptuar që vetëm pengohen... Cilat janë grup mosha që e duan më shumë edhe... Nga 6 vjeç, nga 6 vjeç deri në 50 vjeç, ti sa dush. Sa e vështirë është sport kompleks. Pra, qoftë edhe me ata 5 apo 6 vjeç, por edhe me të rinjt. Nuk është e lehtë, po të ndjekësh një lloj metode reale, kështu si e kam ndjekur unë gjithkohon, të jep krenari kënaqësi, po thua në fund fare vendos kokën në jastik që thua kanë bërë gjën e duhur, nuk është e lehtë absolutisht, pse të rinë ndryshojnë, transformohen, po ti duhet të jesh gjithmonë aty që edhe në një ditë caktuar ti mirë kuptosh, po edhe në një ditë tjetër nuk do t'i mirë kuptosh, sepse bëre një ditë sikur e mirë kuptosh, ditën tjetër do t'i thuash që shiko, ky ishte një gabim, duhet vazhdojmë ta ndryshojmë. Pra, duhet të jesh real, po nuk duhet të jesh dhe njerëz sepse ai nuk e kupton që e bën. Pra ne jemi, çfarë thash zonjë nderuar, ne jemi të rritur me përgjegjësi për të vepruar dhe kemi probleme kur jemi në vende të caktuara për të suportuar të tjerë. Në fundit mund të ketë federat pa sportist, po e marr nga vetja, pa klube. Jo, mund të ketë drejtori sporte ose ministër sporte pa federata, pa për çfarë janë këta? Përveç mungesës së fondeve, pra ndihmës financiare, cilat janë struktura që e pengojnë zhvillimin e këtij sporti? Këtu e mungojnë shumë elementë, shumë gjëra, domethënë. E gjithë situata këtu është që bëhet vetëm thjesht në kuptimin e propagandës për reklam, jo reale. Dhe suportohet, siç dhe po ju them, nëse është një suport bazë logjistik, suportojnë vetëm ato federata që kanë ato kontaktet ose më saktë kanë zhvilluar pak më parë. Ne jemi sport i ri. Nuk diskutohet, MMA është sport i ri këtu 2012. A ka ambiente ku të stërviteni? Janë të gjitha që i paguajnë vetë. Janë të gjitha që i paguajnë vetë. Pra, të gjitha këto janë element që e pengojnë zhvillimin e këtij sporti. Po patjetër që e pengojnë. Këto janë Sa e vështirë është për të gjetur një ambient përshtatshëm për ta krijuar? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sepse këta ambientin që shikojnë që po trajnohen djemt, ajo ka dashur ndër vite bazë materiale që është blerë dhe është vendosur pjesë. Nuk ka qenë e gjithë qendrat, paktën një nga qendrat. Po dhe trajnerët e tjerë sa probleme kanë. Të gjithë trajnerët e kanë shumë të vështirë. Dhe ne si federat,
Pra ti do marrësh një person që do ta kesh në sekretari, do ta kesh staf. A do paguar? Ai vullnetar mund të vi. 1 herë, 2 herë, 10 herë do vi. Dhe unë kam bërë kaq vite vullnetar. Do ta bëj pa fundun vet, po të tjerëve çfarë t'ju them? E qartë. Gersi, cili ka qenë ndoshta momenti më i sikletshëm apo më i vështirë, qoftë gjatë stërvitjes, po qoftë edhe gjatë një gare që ti e ke patur shumë të rëndësishme? Momenti më i sikletshëm ka qenë ndeshja e parë, ka pas shumë emocione, kam thirrë prindit edhe thash kam shumë emocione sepse ishte ndeshja e parë, nuk dija çfarë prisja, kisha frikë se mos humbja dhe kështu, por që në rezultat humba, por që ishte më shumë si një mësim për vitet e ardhshme që mua më përmirësuan. Humbja është ajo pjesë e garës që ti nga humbja të kalosh te fitoria, këto është emocionet. Pra si motivon ti, profesor, çunat edhe kur nuk arrin atë fitore? Të them të drejtën, unë dhe vetë fakti kam një eksperiencë, si kushdo se cili ka eksperiencë, po nga ana eksperiencës që kam, unë e di që kushdo që t'je do ketë një lloj emocioni në fillimet e veta. Po pasi ti thyej këto emocione që ti ta motivosh duke ja bërë sa më të lehtë, që ai të nxjerrë atë që ka, se fundi fare këta janë përgatitur për të nxjerrë në ring, mbrojtjen, teknikat e dy luftimit, po është një sport që nuk edhe shumë ka nevojë për motivim, po ndeshjet këtu nuk janë shumë të lehta, po nuk janë edhe shumë të vështira, se janë komponent të bashkimit të teknikave, të arteve marciale. Dhe është një dy luftim shumë interesant. Është një lloj sparingu, është një lloj gjëje që ti e shikon dhe duket shumë e bukur, jo të bëhet e mërzitshme. Pra është një sport, ndaj dhe e pëlqejnë të rinjt, ndaj dhe e duan dhe ndaj dhe e shumë masiv në gjithë botën sot. Por kemi dhe strukturë dhe standarde shumë të rregulla përsa i përket pjesës që kemi pikët, sistemin e nivelit që kanë këta, pjesëmarrjen pra futet se cila grup mosh, kategori plus që ne kemi përdorur për herë të dytë në fakt edhe aplikacionin ndërkombëtar, video transmetojnë live stream, edhe ndeshjet dalin direkt aty pesh mosh, nuk lejon sistemi, që është shumë e rregull dhe strikt. Pra me afton që ti me një laptop, ato bën me njërë shorti dhe se cilit ketë atë nivelin e vetë garimit. Kjo është. E bën dhe më të sigurt, pra siguria. Alkeo, si është dieta, le të themi, qoftë dieta ushqimore? Mbani një dietë ushqimore, keni ushqime që ju nuk duhet të konsumoni, keni gjëra të ndaluara që nuk duhet të bëni? Mos të hajmë shumë yndyrna, sheqerna, sidomos unë njerë që binga kilet para një gara, gjatë muajnë e fundit ose 3 javët e fundit eliminoj nga pak karbohidratet, sheqernat eliminoj fare. Të gjatë kështu, je i përpikt? Po, kam një listë. E te pronë do njerë? Jo, muajnë e fundit që kam garën nuk e abuzej asherë. Se kam frikë se mos nuk ka peshimin dhe përjashtu nga gara. Renis, çfarë nuk duhet bësh ti para garës? Çfarë profesorit të shkruan kështu me rreptësi të ndaluar? Ta ka dhe moshën, po i mban vetë. I mban vetë? I mban në 3 javë para Renisi. Po, me dietën me tëra. E njëjta gjë, humbë nuk mund të regjistrohesh në garë. Qofse prish dietën dhe kalon mbi peshë, nuk mund të regjistrohesh në garë. Pra nuk ka një asgjë, pije me gaz, fast food, ëmbëlsira, asnjë gjë, po. Ju pëlqen ta shkelni pak këtë, apo jeni të rrept? Alkeo është i fiksuar, nuk e shkel, Alkeo është... Për shembull, nëse ju vjen një shok dhe thot, hajde shkojmë pim një pije energjike, po themi. Sa do të ndonë, po prapë duhet ta refuzosh. Adelio? Po, e refuzojmë gjithmonë. Por pas ndeshjes... Për çfarë ke më të vështirë ti të refuzosh, për shembull? Një copë tort. Po, tort për shembull, e kam shumë të vështirë ta refuzoj, po s'kam çfarë të bëj, duhet ta refuzoj patjetër. Profesor janë strikt në mbajtjen? Jo, janë vërtet shumë strikt, realisht. Ndaj ju thash që është një sistem që i rriti mëson me rregulla, po kjo është arsyeja pse unë domethënë fola në këtë mënyrë kaq të drejtë dhe të tërthoras. Është një sistem që neve këta i rrisim, pra në fund ditës nuk kemi asgjë me askënd, në fund ditës, apo se është kështu. Kjo është e gjithë logjika, por ama kemi me të gjithë në moment që kjo gjë nuk këta e meritojnë, po shumë të rinj të tjerë, po nuk ju besohet, po mund të shikoni në stërvitje 6 vjeçar, 7 vjeçar, 8 vjeçar, që kanë atë dëshirën, shpenzojnë energjitë. Këtë ma kanë transmetuar prindër të ndryshëm, trajnerë nga klubet e tjera, që janë të lumtur, ndjehen të lirë, janë nxënës të dietës. Pra nuk do të thotë që sporti, po që sport luftarak, ti nuk je dot një nxënës i mirë. Ti mund të jesh nxënës i mirë sepse kjo ty ta rregullon kohën, ta baraspeshon.
Çfarë duhet bëjmë, profesor, që le të themi, ta bëjmë masivisht popullor këtë sport? Po ne shiko, unë thash gjërat që janë reale, jo kritika, realitetin nga fol. Unë vetë, sa të kem frymë, i kam dhënë fjallën vetes dhe të gjithve që këtë gjë, këtë sport, me qënë se unë e nisa me shumë dëshirë, nuk ekzistonte si sport, që në themelim jam pjesë e komunitetit parë themelus, ky sport do shkoj shumë lartë dhe unë nga ana ime do bëj gjithë çka mundem, qoftë me lidhjen jashtë që kam me organizatën botërore, për ta afruar Shqipërinë, sportistët shqiptar, për t'i dhënë emër vendit, për t'i dhënë emër këtyre të rinjve të realizojnë të gjithë dëshirat dhe ëndrat e tyre. Pra, unë vetë jam 200% në maksimumin tim për ta suportuar. Dhe ky sport do lulëzoj, do zhvillohet pavarësisht këtyre lloj pengesa, herë ta vonë të gjithë do t'i trasim ndërgjegjes, logjikës dhe do ta kemi të gjithë botë kuptimin që sporti nuk është thjesht një ndeshje, po është një sfidë në jetë, është një realitet, është një gjë që ti ke një proces. Pra, shiko se si thonë djemë se doli, unë vërtet u ndojmë, po nuk shkoj. Por vese janë, vese të këqija janë, telefoni, laptopi, jeta në rrugë. Pra të mbajnë edhe larg. Absolutisht, këta djemë nuk kanë konflikte, është gjë e më e rëndësishme dhe nuk do kenë kurrë. Pse nuk do kenë konflikte? Sepse dinë të zgjidhin. Pra nuk është, kur je sportist, ti di ta zgjidhësh një konflikt. Po ke një kulturë sepse ti nuk e mendon që unë dola këtu jam i fortë në lagje. Absolutisht nuk e bëj. E mendon si të ardhmen tënde mëman, apo pas përfundimit të ciklit shkollor do të zgjedhësh një arsimim të caktuar? Mamaja është pjesë e mendimeve të mia, do të them për të shkuar sa më lart mundem. E shikoj që një karrierë të mundshme në këtë sport, pasi kam pasione, më pëlqen. Bravo, edhe ta urojmë shumë. Alkeo, do shta një mesazh edhe për mosatarët e tu që të bashkohen këtij sporti? Që të fillojnë stërvitjen, të kenë disiplinë edhe të arrijnë ato që duan. Renis, do ta vazhdosh më gjatë? Është e ardhmja jote më maja? Po të më vijë mundësia, nuk do e refuzoj asnjëherë. Aldelio? Ke një mesazh për moshatarët e tu? Duhet të bëhen pjesë e këtij sporti? Po, duhet të bëhen pjesë në fund ditës, është diçka që i përmirëson në gjithçka. Në trupin e tyre ndihen më konfident, gjitha. Pra ju ndihmon edhe për fizikun. Çuna, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio dhe ju uroj shumë suksese, paqë një rrugë të ndritur në karrierën tuaj. Profesor, faleminderit shumë. Ju falenderoj për kohën edhe për të gjithë që ndam, për të gjithë arritjet e të gjitha gjërat problematikat që shpresoj do rregullohen dhe kombi sportistët do eci përpara, është pa dyshim, pa diskutueshme. Këta të rinj do ecin përpara. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne kemi ardhur kështu edhe në fund të MCN Informacion për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen.